Këtë të hënë u zhvillua ceremonia e kalimit të detyrës së kreut të ri të SPAK-ut Klodian Braho nga Altin Dumani. Në fjalimin e tij gjatë ceremonisë, Braho shprehu vlerësimin e tij ndaj KLP-s për zgjedhjen dhe paraardhësve të tij në krye të SPAK, përfshirë Altin Dumanin, të cilin e cilësoi si një drejtues të guximshëm që forcoi besimin publik të prokurorisë së posaçme. Spari shpreh falënderimin tim për Këshillin e Lartë të Prokurorisë për besimin dhe për vlerësimin e treguar, duke më përzgjedhur pozicionin aq të rëndësishëm të drejtuesit të prokurorisë posaçme. Marrja e detyrës më shumë se një moment simbolik është angazhim për të respektuar kushtetutën dhe ligjin, për të mbrojtur pavarësinë e SPAK-ut dhe për të forcuar më tej besimin e qytetarëve. Falë mbështetjes së pakurrësyer të partnerëve ndërkombëtar, SPAK-u po forcohet si strukturë solide e ndjekjes penale. Dëshiroj të vlerësoj paraardhësimin në detyrë zotin Kraja për kontributin e tij në momentet e vendosjes së gurëve të parë të institucionit për të marrë formën që ka sot, si dhe zotin Dumani për guximin dhe integritetin e tij duke forcuar profilin e SPAK-ut dhe duke rritur besimin e publikut. Braho theksoi se synimi i tij mbetet në zhvillimet e hetimeve cilësore dhe rezultateve konkrete të SPAK-ut, ndërsa theksoi se misioni i prokurorisë shkon përtej mandateve. Në ushtrimin e kësaj detyre, fokusi im, siç edhe kam përmendur para Këshillit të Lartë të Prokurorisë, do të mbetet forcimi i funksionimit të brendshëm, respektimi rigoroz i standardeve ligjore dhe garantimi i pavarësisë së prokurorëve të posaçëm në ushtrimin e detyrës. Biroja kombëtare e hetimit dhe sektori i hetimit financiar janë shtylla të rëndësishme të SPAK-ut. Bashkëpunimi i ngushtë dhe i bazuar në besimin reciprok mes prokurorëve dhe hetuesve do të vijojë të forcohet, duke synuar hetime më cilësore dhe rezultate konkrete. Institucioni do të vazhdojë të komunikojë në mënyrë të qartë me media dhe publikun, duke respektuar kornizën ligjore. Nderuar kolegë, misioni i SPAK-ut shkon përtej mandateve individuale. Unë besoj se jemi një skuadër dhe të punojmë krah për krah me përkushtim në përmbushjet e zotimit tonë ndaj kushtetutës dhe ndaj qytetarëve shqiptar. Klodian Braho u votua nga 7 anëtar të KLP-s në 11 dhjetor duke siguruar shumicën e nevojshme për të marrë drejtimin e prokurorisë së posaçme. Përveç Brahos kandiduan edhe Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu dhe Elvin Gokaj. 3 anëtar të KLP-s mbështetën Adnan Xholin, një vot shkoi për Elvin Gokajn dhe asnjë vot nuk u dha për Doloreza Musabelliun. Mandati i drejtuesit të SPAK-ut është 3 vjeçar pa të drejtë rizgjedhje.